Zotit jemi, e ke Zot. Pra, se dia shikoje mbështetjen dhe njoftjen që kishte për Zotin e gjithësisë, sepse ne në këtë podcast kemi si qëllim edhe të kujtojmë vetes tonë dhe vëllezërve dhe motra që na ndjekin vërtetësinë e Islamit. A është kështu vëlla? Në gjithë podcastet ne kemi trajtuar elemente, nëse të kujtohet në një podcast po thonim i tha Zoti i gjithësisë pejgamberit, thuaj popullit tënd, mos më ishte shpallur shpallja, nuk do të merrja përsipër t'ju bëja rolin e profesorit, t'ju shpjegoja juve shpallje. Dhe nëse doni ta kuptoni këtë, unë përpara se në vite shpallje nuk ju kam pesdisur ndonjëherë, as nuk ju kam sqaruar, as nuk kam bërë ndonjëherë si profesor përpara jush. Edhe ishte para moshës 40 vjeç, ai vetëm njeriu mirë, por nuk i kishte shqetësuar ndonjëherë të merrte krejun e kuvendit dhe tipte mend. Kur, mas 40 vjeçësh, ai u bë njëri kaq i madh. Po pra se Zoti e zgjodhi. Janë argumente totalisht logjiko-matematikore për të besuar. Edhe tani, të vdesin kaq shumë fëmijë në një kohë kaq shumë të shkurtër dhe ti jesh në kulmin e moralit, në kulmin e buzëqeshjes, në kulmin e etikës, në kulmin e misionit, në kulmin e adhurimit, falë çdo natë gjysmën e natës. Të vdes fëmia, s'të bëjnë këmbët më uçu se thu Zoti më ngjeti, edhe mos harroj kaq shumë adhurues po mos ta njihte Zotin, po mos ishte i vërtet, do thoshte, po më ngjeti Zoti, po bëj vetëm vepra të mira. Edhe që kishte një dashuri të jashtëzakonshme për fëmijët e tij. Pra nuk ishte i baba që spyste dhe punë madhe se po nifet për dashurinë e tij, sidomos ndaj vajzave. E shkrinte jetën për to. Se ja la amanet vllai dashur. Ja la amanet Hatixha. Kur i erdhi atij në vitin e 8 të Mekës, pra 3 vjet përpara se të nishin për Medinë, Hatixha si erdhi koha e xhelit për të tek ja la amanet. Tha bashorti imi dashur, ato doshin shumë, siç e përmendëm ne përpara. Dhe ajo ja la amanet fëmijët. Dhe vajzat në veçantë se vajzat ishin, tham, djem të shndruar jetë përpara. Tha Muhamet, o i dërguar i Zotit. Mu merdi koha e vdekjes. Amanet vajzat. Ti do të jesh nëna edhe baba e tyre. Kupton? Pra, ai ishte atë Zoti e quajti mëshirë për gjithë botrat, po për fëmijët e vet. Mëshirë për gjithë botrat, po për fëmijët e vet. Zemra e tij ishte mbushur e tëra me mëshirë, sepse Zoti e gatoi vet. Zoti është më mëshirues i mëshiruesve, i profet normal që do të jetë shumë mëshirues. E di ç'i thot Zoti në Kur'an? En-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Tha pejgamberi është më i merakshëm për njerëzit se sa ato për veten e tyre. Pra, duke qenë se kishte pa xhenetin, xhenim e ditë mirë të vërtetën, e ja shpallte Xhebrail Emini, ai e kishte të qartë. Ai e kishte kalu këtë sprovë. Për ne edhe sprovat për atë ishin kaq të mëdha, të vdesin fëmijët njëri pas tjetrit. Sa ai e kishte parë të vërtetën me sy. Tani imagjino valla, ke pa të vërtetën me sy dhe sa keq mund të vi ty për njerëzit kur ti i shikon që janë rrugë drejt. Prandaj thot pejgamberi është më i kujdesshëm për ju se sa ju për veten e juaj. Ai di si ishin njerë në udhtim, kishin ndezi zjarre. Di si është çështja ime tha me ju? Është si çështja e këtyre insekteve që afrohen me ran zjarr, edhe duhet me i largu. Kështu thon duhet atë ju mësoj juve të largoheni nga zjarri i xhenemit, mos ndigjeni më. Kështu janë pejgamberët të mëshirshëm me popull, po me fëmijën më të dashur. Dhe i ndroi jetë Ruqiyatu, i ndroi jetë Umu Kulthum. Pastaj me Meriemën lindi Ibrahimin e vogël. U gëzu shumë. Thojnë Allah që Ibrahimi i vogël i ngjatet totalisht profetit Muhammed alayhis salam. Shumë. Dhe e ke parasysh babain me fëmijën e vogël, dy çuna i kishin ndruar jetë shumë përpara. Tani i dha Zoti i djalë. E mori vëllai dorë nga gëzimi dhe i thoshte njerëzve, Zoti ma dhuroi, ja vendosa emrin Ibrahim si baba im, pra Ibrahimi alayhis salam. Kjo tregon, edhe ne e themi, sepse vllai dashur, ja them vëllezër dhe motrave që na ndjekin, feja nuk është i vëzhlik. Çfarë do thot feja nuk është i vëzhlik? Un kam këtë fe dhe kam i not gjithë fetet e nuk është kështu kjo punë. Çështja është me ftohtësi, me argument, pa emocion, në mënyrë racionale të djem të vërtetën për Zotin. Dëgjoja këtë vëlla këtu, po ta them me shumë sinqeritet. Unë jam musliman. Kam dhjetra, qindra, mijëra, ndoshta miliona argumente që jam musliman. Por vjen një feje tjetër, nuk po përmend. Dhe më thot, i nderuar Elvis, dëgjoj vëlla se kjo është kulmi
i logjikës islame. Më thot, ti mundohesh për mirë, Zoti të shpërbleft. Por do të tregoj të vërtetën sepse ti e ke me sinqeritet. Argumentet i ke dobta. Për Zotin dhe argumente i jap dorë. E kupton? Nuk është i vëzhlik kjo punë. Vjen një ateist. Ateist nuk beson. Thot Elvis si e mirë. Ti mundohesh për mirë. Dhe mendon se e ke gjetë vërtet. Unë do t'jap disa argumente që ti ta kuptosh që Zoti nuk ekziston. Po e thema, duhet ta dëgjosh. Edhe po mi dhe argumentet urdhëro dorën e keti mreku. Kështu duhet jemi të hapur për dialog. Po kur e them që unë e pranoj, edhe tjetri duhet jetë tifoz. Le të shtrojmë argumentet. Tani ç'a ndodh? Pejgamberi alayhis salam thotë unë ja vendosa emrin Ibrahim sepse babai im I largët është Ibrahimi alayhis salam nga Ismaili rrjedh Muhamedi alayhis salam. A di çka ka thënë për Isain Jezusin? Ne jemi tha vëllezërit më të afërt të pejgamberllokut se ne jemi afër me njëri tjetrin, jemi të fundit. A kupton si është kjo punë? Zoti thotë gjë në Kur'an, perl. Ja ehlel kitab, o ju poseduesit e librave të shenjtë. Ejani tek një fjalë përbashkët. Shive ça perle, ça thirrje. Ejani, po jo vetëm për ehlil kitabët. Ejani edhe ju ateist. Ejani kush do të bisedojmë, të dalim në konkluzione. Nuk është çështje futbolli kjo që njëri është me Realin, tjetri me Barcelonën dhe gjithë secili do majt veten me argumente kokforta. Jo, nuk është kështu. Kjo nuk I përket qenies njëri që ka logjik. Ejani tek një fjalë përbashkët. Kush është fjala e përbashkët? Ta adhurojmë një Zot të njëjtë vetëm, mos I shoqërojmë atij shok. Dhe mos ta marrim njëri tjetrin zotra përpos Zotit vërtet që krijoi universin. Nëse ju nuk e pranoni këtë, atëherë dëshmoni bashkë me ne se ne jemi muslimanë. Shi sa e hapur. Pra, po ti shohësh dhe fetë qiellore, a është gjithë çështja e Zotit? Hajde pra tek Zoti. Ti lëm njerëz mos I bëjmë Zot, t'ia japim hakun dhe adhurimin Zotit vërtet që krijoi qiellin dhe tokën, që na krijoi dhe neve. Kupton çfarë zinxhiri I bukur është? Ishte Noe apo Nuh, erdhi Abrahami ose Ibrahimi, erdhi Mojsiu ose Musai, janë po të njëjtët, po siç I emërtojnë. Erdhi pastaj Jezusi apo Isai, erdhi dhe Muhamedi, janë një njëjtë zinxhir, është e njëjta bukuri. Unë tha ja vura emrin fëmis tim. E mante në dorë pejgamberi, ja vura Ibrahim për respekt thot babait tim Ibrahimit. Edhe u gëzonte me të. Dhe u rrit fëmia, shkoi 1 vjeç. E pejgamberi alayhis salam sa herë kthei, e përqafonte, e puthte dhe vazhdonte misionin e madh. Kur arriti 1 vjeç e 6 muaj, u smu dhe e lajmërojnë pejgamberin alayhis salam. Kuptohet kushtet në atë kohë ishin të vështira. Një smundje, një epidemi, një grip I rënd e merrte fëmijën. Pra ishte dhuratë dhe jeta me jetu gjatë. Shkon dhe thojnë shokët e vet, e merr në dorë. Dhe ishte në grahmat e fundit. Dhe pejgamberit fillon të dalin lot nga syt. Dhe shokët po e shikonin se për çdo gjë ata I kishin shembull. Ka thonë sa fjalë aty. Siç e kishte kështu ai tu dhon shpirt, tha o Ibrahim. Ne tha për vdekjen që po të vjen ty, jemi të hidhëruar. Syt lotojnë, zemra mërzitet, por ne zguxojmë të themi asgjë përveç atë që e kënaq Zotin tonë. O vëlla, duke I ndru jetë fëmia I tret nga djemt, dhe tha zguxojmë me respektin maksimal për krijuesin e gjithësisë dhe themi vetëm atë që e kënaq, nuk e hidhrojmë kurrë. Sot njerëzit rigjohen ndodh mu më gjeti Zoti. Ço ky Zot kështu? Sepse nuk e kemi shembull Muhamedin alayhis salam. Tha, o Ibrahim, syri loton, zemra mërzitet, sa I njeri ishte si gjithë tjerët. Ai nuk I tha njerëzve unë jam Zoti. As nuk I tha ma adhuroni mu bashkë me Zotin. Ai e ndoqi Kur'anin që është I mbushur që Zoti I gjithësisë është një dhe një vetëm. Sa hadithe kem me qindra që ai shpjegon njerëzve që Zoti është një dhe një vetëm dhe unë jam vetëm një rob dhe shërbëtori I Atij. Kjo është gjë shumë e rëndësishme vëlla, se këtu fillon thelbi dhe mbaron që ne Zotit vërtet gjithësisë mos I shoqërojmë Zot tjetër. S'ka Zot tjetër përveç Tij. Zotin që besoi Adami, Zotin që besoi Noa apo Nuh, Zotin e Mojsiut apo të Musait, Zotin e Abrahamit apo të Ibrahimit, Zotin e Jezusit e Isait, Zotin e Muhamedit, Zotit e gjithë pejgamberëve që kanë parë librat e shenjtë. Një dhe një vetëm zbohen dy, kështu ka qenë gjithmonë.
Hape zanafillën, shifi gjithë librat e shenjtë, do të gjesh vetëm një Zot që adhurohet. Këtë tha dhe Muhamedi alayhis salam. Me këtë e mbylli Zoti i gjithësisë. Kjo është thelbi la ilaha illallah që ne kemi folur. Po. Sa më këtu rrotullohet të gjithë feja. Tha, o Ibrahim, ne nuk themi vetë sa të gjithë Zoti i gjithësisë është i kënaq dhe i pishi lotët nga sytë. Sa njerëzor dhe hynor një gjithësisht. Dhe ai dha shpirt. Dhe pejgamberi nuk u mërzit. E kanë varos dhe ka vazhdu misionin. Sa i e dinte që gjithë jemi të vdekshëm. Dhe kur Zoti e ndan çastin për t'u thënë nga kjo botë, nuk e kthejmë dot mbrapa. Ne s'kemi në dorë kur do lindim edhe kur do vdesim. Ne kemi në dorë midis lindjes dhe vdekjes çfarë do të bëjmë. Dhe ai e mbushi jetën me vepra të mira.